rivendosja e balancave, zoti Meçollari, lidhet vetëm me eliminimin e programit bërthamor edhe raketave balistike, apo jo? Dhe Hormuzi që ju e thatë me shumë të drejtë. Kur themi rivendosja e balancave, problemi është që nëse qeveria ose sistemi politik që kishin do të ndryshonte mendje, pra nuk do të financonte proksit, nuk do të kërcënonte me raketa, nuk do të zhbalanconte fuqin, pra sepse ajo kishte rritur fuqin në mënyrë të tillë që kërcënonte vendet e tjera. Nëse nuk do ta bënte këtë gjë, natyrisht atë nuk do ta shqetësonte askush. Çështja e Iranit, mënyra e qeverisjes së brendshme ishte një çështje e brendshme. Dhe pastaj kur vim te çështja pse ndodhi dhe cilët janë argumentat, natyrisht argument nuk mund të dalë që ka zhbalancuar fuqin. Argumenti është ka armë bërthamore, ka raketa. Po nëpërmjet këtyre zhbalancon. Nëpërmjet këtyre do bëhet ribalancimi i fuqisë në rajonin e. Po, nëse fjala vjen po flas për një skenar të mundshëm, nëse siç paraqitëm me Donald Trumpin, nëse shkojmë tek pika që Shtetet Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë 100% të eliminuar dëshuesit iranian, 100% të eliminuar raketat balistike, 100% të eliminuar programin bërthamor, a mundet që lufta të përfundojë aty dhe në Iran të vazhdojë të sundojë i njëjti regjim, ndërkohë që nuk e kemi më atë zhballancimin e fuqisë? Kjo është një pyetje jo e lehtë, por unë kam një vlerësim. Pyetja është, a mendon se qeveria aktuale është gati të mbaj premtimin që të heqë dorë nga armët bërthamore, nga raketat dhe nga ndihma për proksin dhe të vazhdoj të... Mojtaba El Khamenei, djali i dytë më i madh i Ali Khameneit, duket se është më i radikalizuar se Sajati. Pra, nëse po themi, kuptohet që në qoftë se ata premtojnë do të vendosen në kushte. Nuk mundet që ti të premtosh, sepse ata deri më sot kanë premtuar 10 herë që nuk do kenë armë bërthamore. Dakord. Okej. Pra, në qoftë se ekzistojnë kushtet e monitorimit pra të procesit të demilitarizimit të Iranit, edhe mund të bëhet, por nga çfarë shikoj unë, duket se ata e kanë tejkaluar momentin që mund të negociosh për të qenë pushtet të demilitarizuar. Por çfarë do të ndodhë nëse ti nuk arrin të shkosh tek ajo që tham, tek përmbysja e regjimit, nëse ti nuk futesh dot me trupa, se ekspertët ushtarak... Natyrisht, me trupa nuk futesh dot. Po si do ta realizosh objektivin? Pra se është një lloj impasi. Bëhet fjalë për të krijuar këtë rezistencën e brendshme. Pra, i gjithë goditja do jetë në funksion të kësaj. Në funksion të rezistencës brendshme. Nëse nuk ja del? Atëre, do me thënë, do vazhdoj goditja derisa ata të ikin vetë. E këno, shiko. Pra, nuk do të ndalet gjëja. Nuk jemi të një skenar, një tërheqje në rast se realizohen objektiva. Unë skenar që ky zotria të jetë komandant suprem dhe Irani të mbaj premtimet që të heqi dorë nga armatimet ose nga kushtet që do vendosen, nuk shikoj. Nuk e ka bërë kurrë. Ajatollat se kanë bërë kur këtë, as kanë dërmën ta bëjnë, po ku po shkojmë? Ata po vënë në vetvrasje, domethënë politike, dhe pastaj çështja, dikush e gjithë historia në këtë skenar është ky që Iraku mund të vënë një situatë paqëndrueshmërie totale. Irani mund të shkojnë në një situatë paqëndrueshmërie. Shiko, unë kam qenë në Afganistan. Amerika punoi 20 vjet në Afganistan. Ka shpenzuar jashtëzakonisht. Ka mbajtur një ushtri me rreth 200.000 personel. Dhe 200.000 personel, rrogat çdo muaj i paguante Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rrogat e personelit të forcave të armatosura
e pagonte Shtetet Bashkuara. Taksa paguesit amerikanë. Çdo muaj. Por pse nuk pati sukses? Shumë njerëz akuzojnë Shtetet Bashkuara. Unë të them kaq. Ata nuk donin të kishin shtet. Siç ishin shtet perëndimor. E para, problematika që kanë ata me tribut, me fiset, me këto Kabilet. është e çuditshme mënyra se si reagojnë. Por më e keqja e të tjerë se ka dhe shtete të zhvilluara që janë të organizuar në mënyrë të tillë, më e keqja ata korrupsioni atje ishte në gen. Ishte në gen. Pra, dhe nuk kishin asnjë qasje që të ndërtonin një shtet modern. Asnjë qasje. Atëre, kushdo do të lodhet. Kushdo do të lodhet. Dakord jam. Dhe në fund, u lan çka kishin bërë, ja u lan atje, ikën edhe... Ja lanë të njëjtit regjim. Ja lan këtyre që erdhën. Çka kishin, po them vetëm avion, helikopter, një vit para se largoj, atë vit që isha unë, i kanë dhënë 176 helikopter. 176 helikopter. Pa llogaritur të tjera. Domethënë, ndihma financiare. Kosto e jashtëzakonshme. Kosto e jashtëzakonshme, por ata nuk donin të ndërtojnë. Dhe kjo histori, Amerika objektivin e saj e realizon në momentin që bie sistemi. Amerika e ka realizuar qëllimin e saj. Momentin që është rivendosur balanca. Nuk është më kërcënim. Nuk është më kërcënim, por Amerika nuk është babysitter. E ka kaluar eksperiencën e babysitter që unë tani do ri këtu dhe do të mësoj ty. Hajde ta bëjmë bashkë, nëse nuk e di ta bësh, nëse nuk do ta bësh, nuk të ndihmon. Nuk thjesht shiko punën tënde. Prandaj po them që kjo është një çështje e brendshme, sepse ka shumë vende, po themi nga të gjitha rastet që kanë ndryrë Amerika në 30 vitet e fundit, apo që ka influencuar, vetëm Kosova ka qenë e suksesshme. Vetëm Kosova ka qenë e suksesshme. Si projekt. Si projekt. Të gjithë projektet e tjerë kanë dështuar. Kjo është edhe çështje kulturore. Është edhe çështje kulturore. Është çështje kulturore, sepse në fakt kultura perëndimore dhe kultura, po themi e Iranit apo vende të tjera, ka goxha pika moslidhje. Kurse Kosova është një vend evropian që ka shumë pika lidhje me kulturën amerikane dhe europiane. Prandaj them që kjo është një çështje e brendshme që në fakt natyrisht që është Amerika do që të lërë trashëgimi. Por nuk do që të lidhet të ngelet peng. Sepse ashtu i bie të ngelesh peng. Pra, kapiten, ju thoni që po shkojmë drejt, le të themi, ngadalësimit apo rrallimit të goditjeve që do të ndodhin. Iranit. Thoni që është e pamundur tani më që të minohet ngushtica e Hormuzit? Sot e ka të pamundur ta minojnë. Mund të bëjnë një minim sporadik, që ne i themi me mina lundruse. Me mina lundruse. Po, e kam dëgjuar si skenar. Si skenar, që kalon anja dhe hedh mina, ato rinë në sipërfaqe dhe në këtë mënyrë godasin. Por, problemi është këtu minimi masiv. Minimi masiv nuk do të bëjë tjetër, do të bllokojë ngushticën për një kohë shumë gjatë. Çminimi është operacioni më i vështirë dhe më i rrezikshëm i një flote. Pra, nëse e bën, do ishte shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Unë mund të them që një minim bëm neve në vitin 1946 të kanalit të Trantës, të kanalit të Korfuzit, e di kur është çminuar. E ke minuar në 46 e çminuar në 58. 12 vjet i bie. Po, 12 vjet. Pra është e vështirë. Është shumë e vështirë. Që e bën dhe anglezët në 46-ën. Po prap nuk u certifikua, ata e bën për qëllimet e tyre, nuk u certifikua, dhe përfundimisht trafiku u lirua në vitin 1958. Pra nëse ndodh si skenar minimi... Ai do ishte skenari më i vështirë për ekonominë botërore. Më i vështirë. Por fal befasisë strategjike, atëre u krijua mundësia që mos të bëjë minimi dhe sot nuk kemi bllokim, po kemi një lloj
kujdesi për të mos kaluar, për mos riskuar.